Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me kos që ju heqë 10 vjet nga fytyra. Kjo metodë ju befasoj. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kurdoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës, në qoftë se ju e përdorni atë si një maskë. Pa nevojën për të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime tepër të mëdha. Ndërkohë, mineralet dhe vitaminat të cilat gjenden tek kosi i japin lëkurës tuaj një rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta përbërës ata të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku, i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium dhe ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si edhe nxisin prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik nga ana tjetër është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon gjithashtu si një agent antibakterial kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës. Por veprimi më kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe ta përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas, vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjithë zonat problematike, si edhe qafën. Ne ju këshillojmë gjithashtu që të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni me lëvizje rrethore për të nxitur qarkullimin e mirë të gjakut. Kosi gjithashtu do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që ju të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni qelizat e vdekura dhe të gjitha papastërtitë të cilat janë të mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne thjesht ju sugjerojmë ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat. Nëse ata të cilët kanë lëkurë të thatë, mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë maska natyrale, të cilat ju mund t'i përgatisni me kos në kushte shtëpie për çfarëdo lloj lëkure. Lëkura e fytyrës, duke qenë 24 orë çdo ditë të vitit e ekspozuar ndaj agjentëve të jashtëm, kërkon një kujdes të veçantë nga ana juaj. Nuk mjafton vetëm ta pastroni dhe ta hidratoni, por rutina e kujdesit përfshin gjithashtu eksfolimin, maskat dhe njëkohësisht masazhet. Nuk është nevoja që ju të merrni trajtime speciale në qendra estetike, pasi edhe në kushte shtëpie mund t'i ofroni lëkurës tuaj atë çfarë ka nevojë. Këto maska kanë si bazë kosin dhe njëkohësisht janë të përshtatshme për çfarëdo lloj tipi lëkure. Në sajt e acideve
yndyrore, proteinat antibakteriale dhe proteinat me vlera ushqyese. Këto maska do ta ndihmojnë lëkurën tuaj që të qëndrojë butë dhe njëkohësisht e pastër. Në qoftë se lëkura juaj është e thatë, atëherë ju duhet kos, avokado dhe vaj ulliri. Përzieni gjysmë avokado me gjysmë gote kos për të bërë një pure. Pasi të jetë formuar një masë homogjene, shtoni aty një lugë vaj ulliri. Aplikojeni atë në lëkurë dhe relaksohuni për 15 minuta. Më pas, shpëlajini me ujë të ftohtë. Në qoftë se lëkura juaj është me puçra apo me akne, përbërësit që juve do t'ju duhen janë kos, banane dhe gjithashtu një lugë shafran indie. Kaliumi i bananës gjithashtu ngadalëson rritjen e baktereve që shkaktojnë puçra. Përzieni gjysmë gote kos, gjysmë banane dhe një lugë shafran indie. Përzieni përbërësit dhe më pas aplikojeni në lëkurë për 10 minuta. Më pas shpëlajini lëkurën me ujë të vakët. Në qoftë se lëkura juaj është e zbehtë dhe pa jetë, atëherë përbërësit që juve do t'ju duhen janë kos, limon, mjalt dhe kanellë. Kjo përzierje gjithashtu do të largojë qelizat tuaja të vdekura dhe do të rrisë qarkullimin tuaj të gjakut duke i rikthyer ndriçimin e munguar lëkurës së fytyrës. Kombinoni një lugë gjelle lëng limoni, një lugë mjalt me gjysmë gote kos. Shtoni pak kanellë dhe përzieni derisa të formohet një maskë. Aplikojeni në fytyrë dhe shpëlajeni pas 15 minutash. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë, por njëkohësisht ai ka vlera fantastike për shëndetin tuaj. Kos dhe kivi. Sipas ekspertëve, kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës sonë shkëlqim, i pasur me vitamina C dhe E. Ky frut përmirëson lëkurën falë përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C që bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu veti cilësore antiinflamatore dhe natyrale të cilat njëkohësisht ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe njëkohësisht farat e tij mund të përdoren edhe për një skrap të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e një kivi të cilin ne e shtypim mirë me një pirun. Më pas i shtojmë kosin dhe e përziejmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet gjithashtu që kjo maskë të aplikohet të paktën një herë në javë. Kos dhe mjalt. Kjo maskë është klasike. Maska me kos dhe mjalt është shumë e mirë kundër rrudhave dhe qetësuesve dhe ajo arrihet duke përzier një lugë gjelle kos dhe një lugë kafe mjalt, e thjesht në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe të stresuar. Kos dhe kastravec është e këshillueshme në mënyrë të veçantë për lëkurat e thata dhe të skuqura. Kastraveci ka aftësi hidratuese dhe qetësuese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.